është një gatim i mrekullueshëm, edhe me këtë tavën pak të veçantë që Tirana e ka tradit, i jep shumë shije. Të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë të veçantë, shumë të mirë, shumë të shijshme them unë, me long mishi, e kam të nxehtë siç e kam heq. Do ta bëj në këtë tavën e dheut, është një recetë speciale, pak vaj, edhe i cop të lynë. Jo shumë, po i luk vogël, do patjetër 10-20 gram, që t'i japi shije dhe qepës. Do lej pak të ngrohet tava, që të hodh qepën ta kavërdis. Tashi që filloj me marr val, do i hodh qepën. Ja, një qep të vogël për kavërdisje. Tashti që u kavërdis pak qepa, do t'i hedh nga longu i mishit të nxehtë, që të zi pak. Dhe pak piper të zi. Tashi i hudh një lugë salcë domatesh, në mungesë të domateve, se tashi është dimër. Jo t'i hudhim shumë se na thartohet. Rrëmyçi qepa, e thon drejtën në mes, gjona që ndodhin në kuzhinë. Mjafto që mos jetë e idhët. Do ta lejmë tashi të mpikset pak longu. Këtu kam orizin, longun do ja hodh më shumë se 2, 1 me 2 e gjysmë, që të bëhet pak e butë në tavën e dheut. Se ka ngel vetëm në ynyrë. O ta lej të kavërdiset pak. Po kam frikë dhe ta hap shumë, dhe mos më shkoj zafmeti dom. Po më thyet, po më kriset tava, se kam kohë që nuk e kam përdor. Kështu që tashti e lej sa të mori val pak kështu. Tashi do t'i hudh pak piper të zi, edhe kjo e nxjerr ashpër, një lloj është. Do duket sikur është piper. Mire ka, nuk është se është keq, po i qik sa të mori val, edhe unë do ta ull. Do i lejmë sa t'i dalë bulzat orizit. Unë zakonisht i lej gjysmë ore, se do punoj avash me këtë tavën e baltës. Po orizi e do 25 minuta deri në 30, se masa është pak më e madhe e longut, nuk është 2-1, është pak më shumë. Tashti pilafi është bën, e ka përthith gjithë longun e mishit, edhe e gërmoj pak me pirun, që t'i dali dhe avulli që ka nga poshtë. Nuk është se bëhet vetë, do dhe ajo synin e vetë. Hape myll kapakun mas gjysmë orës, do ta kontrollosh. Mos të digjet, e ka long shumë, e le pak zbullut, i hap ca brima që t'i dali avulli i tepërt. Dhe t'jetë perfekte. Na bëft mirë dhe ne.